Hey guys! Mirë se erdhët në kanalin tim. Ndodhem përpara shkollës Amarilisit, po presim 2-3 minuta sa të bërë gjys. Të lë Amarilisin dhe t'i në punë. E kemi këtu gjumashën, që është e premte. Edhe po, hapëm një vlog të ri, shpresoj që vlogu që kam publikuar sot ju pëlqejnë. Sa po erdha para punës. Sot punoj deri në orën 11:10, sepse pastaj më duhet ta lë punën dhe të shkoj se kam për të bërë kartën identità italiane. Kam për të bërë një pap test, një vizitë, kontroll. Dhe më pas kam për të ndejtur me Arlin, sepse Amarildo ka punë masdite. Nesër është e shtunë dhe është festa e çlirimit të Italisë. Dhe këta e festojnë normalisht. Edhe shpresoj mos ketë punë dhe Amarildo. Nesër po nuk pati punë Amarildo. Në orën 12 kam apuntament për thonjtë e mi, sepse janë katastrofare. Edhe ky më shprishur fare, më shpër me sybet, më dhëmë shumë. Edhe këto janë update-et e fundit. Jam shumë e lodhur, këtë javë ka qenë një nga ato javët që edhe palestër nuk kam bërë, e kam ndjerë trupin shumë debole. Më ka filluar dhe një dhimbje koke migren, e fort fare. Edhe kocani kështu ka qenë një javë, shpresojmë që java tjetër të jetë më e mirë. Unë kam publikuar një vlog mbrëm, shpresoj që t'ju pëlqejnë. Edhe hapëm tjetrin sot që është e premte, duke qenë se kemi shtu ndjel përpara dhe kemi mundësi t'ju marrim çik më shumë me vete dhe t'ju tregojmë se çfarë bëjmë në përditshmërinë. Kush nuk e ka parë akoma videon e parë, shikojeni, ndiqni video që të kuptoni lidhjen, gjërat që ndodhin dhe kur bëj live mos më pyesni Alketa pse, qysh, tek, nga, kur. Shikoni vloget, edhe do kuptoni shumë, aty keni përgjigjet. Edhe kështu. Mos harroni të më ndiqni edhe në rrjetet e tjera sociale si Instagram, TikTok, Facebook. Dhe mos harroni të bëni ordinimin tuaj setin e fytyrës dhe të flokëve, duke qenë se jemi prag beharit, mbrojni flokët dhe fytyrën tuaj në çdo stin. Tikun tani. Keni 5 diu. Ika unë të punojmë qik. Edhe pëse do shifemi më vonë. Ju putë, paci. Hey goca, erdha u dorëzovat, erdi capi të kësapi. Bëjmë sonjë, t'ja u të regojmë pastaj. Oma! Oddio, vuoi già musica? Quando? Ah. Quando? Piazza tutto, zio, piazza tutto. Oddio. E voi che avete? Ma dove ci vuole dove si stende? Mattina, ma che male. Che andare così che You just music play. Aspetta, no, ma questa c'è musica qui. Aspetta, non togli. Aspetta. Ma dove Tomolino sa? Oh, guarda, questa è musica e pensi. Lascia questo, vai con questo. No! È noisy, mami. Noisy. Music.
gira tutto. Vai indietro, vai. Gira timoni, gira, tutto, vai, bravo, così come sei, bravo. Così, bravo. Druscia. Gira timoni, druscia. Vai. Vai, tutto, vai. Vai avanti, Dani, vai avanti. Vai di nuovo indietro, gira tutto il volante, gira giù, bravo. Quindi, bravo. Vai avanti. Hai visto che sei girato? Bravo. Hai visto? Adesso non ce la fai. Adesso sta dire che Vai avanti. No, vai ancora avanti. Mirandonici. Vai avanti, adesso. Vai, ancora. No, gira il volante. Vai Dove si muove? Anche noi pensiamo di fare una cosa perché è un po' più grande. Ma quando stanno in teoria non c'era. Sì, è stato. Viene più grande, io prendo la teoria. Hej goca, si jeni, është shtunë dhe sot është çlirimi i Italisë dhe duke qenë se unë jetoj shumë afër kishës, tani me që jam këtu, po kthehem pak të bëj një lutje devotskël për familjen time, për Arlushin tim dhe për gjithë njerëzit e zemrës time, ku këtu hyn familja, mami, babi, shoqëria ime. Jeni gjithë mirë, Zoti t'ju bekoj me shëndet dhe që unë ju dua shumë dhe faleminderit që jeni në jetën time. Sa dola nga kisha, fillovën të bjejnë çangat. Shpresoj shumë që t'jetë një shenjë shumë e mirë dhe Zoti, jo vetëm lutjet e mia, por të gjithë lutjet e njerëzve të sinqertë t'i dëgjojnë. Një, dy, tre. Një, dy, tre. You can kill me with your hate, Patrim. but just like Hi guys, si jeni? Si po kaloni? Unë mirë. Kam pak që kam marrë nga puna normalisht, edhe kur erdha nga puna gjeta një surprizë këtu te shtëpia për mua. Do t'ja tregoj tani. Ma ka nisur Migena. Është shumë i bukur. Është ky libri, që është në formë libri, por është plot me fotot e mia. Kjo është i dyti që më dërgon. Dhe çdo herë që më dërgon një, jam shumë bukur, dashurohem, nuk ngopem kurrë nga këto. Edhe ja ka vënë titullin Unë dhe pjesët e zemrës, fryma ime jeni ju. Edhe këtu ka stampuar një poezi që ka shkruar Migena për mua, historinë time me Marildën. Pastaj ka vënë këtë foton këtu, pastaj këtë mardusin, tani do të shkoj. Pastaj ka vënë këtë foton time këtu, këtë me Amin. Tjera. Pastaj ka vënë këtu mardusin prap, këtu mardusin.
Këto jam unë ditën e Shën Valentini, apo 8 marsit, do ka ditën e 8 marsit. Këto jam unë me Lulusin. Shumë foto të bukura, dhe jem kujtim. Tu janë shumë të përtjetëra fotot. Dhe më përqen shumë, këtu jam me Amarilton, këtu jam unë. Këtu ku ka rënë The Bar. Pastaj jam unë këtu, pastaj këtu. Jam unë këtu, pastaj këtu është familja ime. Pastaj, kaq, edhe në fund jam unë. Edhe në fund është kështu. Me shprehjen që unë kam tatuazh, të kam dashur të dua dhe do të dua gjithmonë, që unë e kam tatuazh këtu. Ky ishte libri, faleminderit Migena, zemra ime. Edhe ka që jam përgati për palestër, që tani do mundem të tregoj duke unë gjitur këtu. Jam përgati për palestër, edhe për pak do ta bëjmë regjistrim, sa të mbarojnë gocat, se Angela ka ndryshuar orarin, e ka bërë 6 me 7, unë nuk munda dot, duke qenë se mbaroj punë orën 5, atë vi shtëpi, bla 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 bla. Dhe do të bëjmë regjistrim pak më vonë. Vlogët na janë arritur. E se që na ka hipur një nur kështu që sa erdha në shtëpim ta burri. Pse e bërë kaq e bukur ti? Dhe unë e thash, burrin, kur i grua është e bukur, të gjithë meritën e ka burri. Pse tha ai? Sepse kur burri e trajton gruan mirë, është si ajo lulja, më shumë i smet i bën, më shumë lulëzon. Edhe kështu. Ja tani, tri qik me çupat e mi, se të mina marrin do që është duke bërë shpenzim. Edhe kështu. Shifemi në vazhdim. Mirëmëngjes. Jam përgati, ka ardhur mami, bajnarli. Tani për pak dhe ikim, jam ngritur me dhimbje koke. Dhe jam mirë. Kështu. Sa kam ardhur të puna këtu përpara. Lasha Marilisin sot më ka dhënë një dhimbje koke, bllokim undër, si tip grip. Po që duhet punojmë. Nuk e di si do ja dal sot. Shpresoj shumë që të më pushoj dhimbje kokës, pasi kam pirë një kafe, kam pirë dhe një takiperin, edhe duhet kaloj dhimbja. Por kush më garanton mua që do kalojnë? Bëhemi pozitivër edhe shkojmë punojmë. Amaril do ka filluar punën që më 5 dhe Elën në orën 1. Arlushin e kam lënë gjumë me mamin tim. Amarili si që thash është në punë, në shkollë, po Alketa në punë. Nuk kam fare dëshirë ti punoj, fare. Është vetëm e martë. Ju uroj një ditë të bukur juve, edhe shifemi në vazhdim. Ciao guys, si jeni, si ka kaloni, më shëndet, si ke i qenë. Wow, më doli flok. Po! Ma shë lodhë, lare. Se buke që jam në zotë, që ka në qikë. Më fali. Paqim, një dua. Mua!
ka produktet? Këlle produktet? Hey guys, sot është e mërkur, jam zgjuar, po ikim për punë, mbrapa duhet të kem Amarilisin. Kuj mërkur makinën larg sot, në fund vijes. Jam shumë e lodhur, por që mbaroj dhe kjo java dhe të shohim pastaj. Si po ju shkon dita juve, erdhem te my heart. Ijem, nisemi. Mirë mëngjesi njerëz. Mirë mëngjesi, se u thash njerë sot. Jam para punës, tash ma keni kuptuar nga pamja. Sa kam lënë Amarilisin në shkollë, edhe erdhëm të fillojmë një ditë re pune. Me shumë dëshirë të madhe për të hyrë aty brenda. Edhe kështu. Çfarë keni bërë ju? Se s'kemi gjatë ju thëmë tjetër. S'kemi të reja. Thjesht vazhdojmë ditën, jetën, rutinën, palestër, punë, shtëpia. E kështu me radhë. As i gjë më shumë, as i gjë më pak. Kështu. Ky është mio outfit. Më rrin gjitha gjërat e gjëra. Përveç se palestra që është super efekt dhe rezultat. Fakti që punoj 8 orë dhe jam në lëvizje më ndihmon akoma më shumë për të tonifikuar veten. Ika tani, sot kam vënë syzet pasi dje kam vojtur nga dhimbja kokës që se keni idenë. Nga pluri, nga produktet këtu brenda, nga tritat. E thash, okej, Malketa, mirë syzet se ke paguar 300 euro e kusur. Por çfarë i mban aty? Edhe i mora sot. Ikim tash njerëz të shkojnë të punojmë. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jemi në bar. Ti Angela mund të shiko këtë video. Un sacchettino che va bene lo stesso, vero? Sì. Ok. O vdek shaun kërë mësovi bici. Na ka ardhur një lali. Lali kroj me dekon. O vdek mami për ty. Baba! O zot, ta ken kujtim kur të rriten. O deko, ta ken kujtim kur të rriten, shikojnë veten. Me që jemi këtu, t'ju tregojmë qike dhe make-upin e Deku, se bërë nga fondëtinta e Marli Le Studio. Ka edhur dhe parfumin, e ndjeni sa ertë mirë mban? He mama, do zbresësh, apo do shtysh? Vaj more. Toe. Vamos qua! Migena, shumë faleminderit për dhuratat. Ju falenderoj që të trejave goca nga zemra. Këtu janë dhuratat që më ka dërguar Migena.
Këto janë dhuratat që më ka bërë Alketa, që e falenderoj shumë për zemërsisht, edhe Rezin gjithashtu e falenderoj, edhe Migenën, që të treja ju ashtot Zoti dhe ju kam shumë gjanë.